Nga kritiki i qeverisjes në krye inspektor i përgjithshëm në varësi të kryeministrit, me detyrë të drejtojë dhe koordinojë veprimtarinë e inspektorateve shtetërore për të garantuar që kontrolli dhe mbikëqyrja e institucioneve dhe subjekteve private të kryhen në përputhje me ligjin. Ish-deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula ka marrë bekimin e qeverisë së Edi Ramës për të nisur këtë detyrë të rëndësishme zyrtare pas ndarjes së bujshme me Partinë Demokratike. Emërimi i Dashnor Sulës në krye të inspektoratit të përgjithshëm u miratua në mbledhjen e Këshillit të Ministrave mbajtur këtë të premte. Ish-prokurori me një karrierë të gjatë politike do të zërë kështu vendin e lënë vakant nga Shkëlqim Hajdari, i dorëhequr pasi e drejtoi inspektoriatin e përgjithshëm për disa vite. Dashnor Sula mësohet se kishte aplikuar për pozicionin vakant dhe në testin e zhvilluar disa ditë më parë u rëndit në krye me pikë përballë 5 aplikantëve të tjerë. Dashnor Sula ka qenë për disa mandate deputet i Partisë Demokratike teksa u distancua nga kjo forcë politike dhe leadershipi i saj pas mbajtjes së primareve për zgjedhjet e 11 majit, si dhe pas publikimit të listës së kandidatëve. Ai nuk do të ishte në listën e Partisë Demokratike, çka solli distancimin e plotë të tij dhe kritika ndaj kupolës drejtuese së forcës politike të drejtuar nga Sali Berisha. Ndërsa Dashnor Sula nis tashmë sfidën si krye inspektori përgjithshëm, pararsi i tij Shkëlqim Hajdari është emëruar në krye të prefekturës, duke zënë vendin e Afrim Qendrës. Hajdari po ashtu vjen nga një përvojë prej më shumë se 20 vitesh në sistemin e drejtësisë, pasi disa vite më parë ka ushtruar detyrën e prokurorit pranë prokurorisë së Shkodrës. Kryeministri Edi Rama emëroi krye inspektor të përgjithshëm në korrik të 2016-s, post të cilin e mbajti deri në fillim të këtij viti. Vendimet e qeverisë vijnë si pjesë e disa ndryshimeve në krye të disa institucioneve.